Sot, jo Shtetet Bashkuara të Amerikës, po asnjë vend tjetër i botës, pra as Rusia, as Kina që të mund të godasi në 500 metra thellësi. Nuk ekziston. Se ekziston. Domethënë goditjet kanë qenë vetëm këto dalje tonë në mënyrë që të mos dalin dhe ti ta bllokosh. Këto lëshuesit e raketave hipersonike. Dhe tashmë, po shikoni pra. Shtetet Bashkuara të Amerikës ka përdorur gjithë teknologjinë e saj dhe raketat shtrenjta. Thjesht për të rrëzuar këtë masivin shkëmbor ose dhe Irani i ka hapur këto me një buldozer. Pra për çdo kështu është përdorur buldozeri. Thjesht me buldozer janë hapur dhe këto janë tjera. Buldozer dhe këto janë tjera. Kurse harxhimet janë bërë për ta mbyllur këtë, po me atë GBU masive dhe katastrofike. Dhe kanë sjell dëm ekonomike, ushtarake, kanë sjell probleme politike, kanë boshatisur magazinat e Amerikës që me një buldozer për 30 ditë e lezova. I ka hapur sërish 98% kapaciteteve. Pra aktualisht Irani është 98% kapaciteteve të tij. Ku mund dalin shtratet dyshuese më pas që na e bëri regjia këtë që na nxorri se do doja shumë tani të fokusohemi pak tek Rusia dhe Ukraina dritan sërish një sulm tjetër i paralajmëruar. Duket se fjala e Lavrov që ne do të vazhdojmë në mënyrë sistematike të godasim Ukrainën në këto nivelet pa dëgjuara më përpara, duhet thënë kjo. Si 729 dron, me shfletzova unë, 9 raketa Zirkon dhe disa raketa tjera balistike që mund të më shpjegosh ti më mirë sepse ishin një listë e gjatë. Paka shumë këto janë ajo pamje nga sulmi që është bërë mbrëm nga ana e Rusisë. Në rast se mbani mend vjet kemi diskutuar për çështjen e kapaciteteve të prodhimit të dronëve të Rusisë dhe të raketave ruse. Dhe kemi thënë që deri në mars të këtij viti, pra Rusia prodhonte diku të rreth kapaciteti i prodhimit të dronëve rus ishte 1000 në ditë. 1000 dronë në ditë. Po. Dhe po tentonte të arriste këtë kapacitet pra nga 30.000 dronë në muaj, ta çonte në 50.000 dronë në muaj. Pra në momentin që e çon në 50.000 dronë në muaj, kemi thënë, atëherë do të fillojë goditja sistematike. Sepse ka kapacitete sepse ato 1000 dronë që i harxhonte, pra në rast se ti do harxhosh 700 dronë në ditë siç harxhojnë ta aktualisht. Atëherë me 1000 dronë në ditë mbeten 300 dronë në ditë. Në 300 dronë në ditë në 30 në fund të muajit do të mbeten 300 rezervë herë 30, pra të mbeten 9000 dronë. Për çdo muaj. Ndërkohë që në rast se ti do të shkoje në një përplasje nesër me Evropën, me NATO, këta 9000 dronë muaj nuk janë një sasi e madhe. Po në rast se ti prodhon 2000 dronë në ditë dhe 1000 i përdor dhe 1000 mbeten, pra ti ke çdo muaj 30.000 dronë të tjerë që i ke rezervë. Dhe në momentin që Rusia do rrisë këto kapacitete, atëherë do vi edhe rritja e goditjes. Absolutisht po. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me raketat. Ka rritur kapacitetin e prodhimit të gjitha raketave të saj. Ka rritur kapacitetin e prodhimeve të tytave të artillerisë dhe të premave të artillerisë dhe janë rritur gjitha kapacitetet. Në këtë muaj ka filluar goditja me të gjitha. Pra kemi tregëm që kemi një rritje të kapaciteteve, po këto rritje të kapaciteteve nuk janë vetëm për nevoja të përditshme, por edhe për nevoja magazinimi të mëvonshme. Prandaj në këtë moment ka ardhur kjo deklaratë e tyre që do të vazhdojmë në mënyrë sistematike, sepse e kanë kapacitetin industrial të vazhdojnë në mënyrë sistematike. Pra ja kanë mbritur themin. Kjo i jep mundësinë sepse ti nuk mund të vazhdosh në mënyrë sistematike në momentin që ti nuk ke kapacitet industriale për të përballuar në mënyrë sistematike harxhimin. E qartë. Pra kjo tregon rritjen e një fuqie prodhimi industriale për këto nevoja. Dhe normalisht do të vazhdoj. Pastaj kjo rezultatet që jep, normalisht jep rezultate politike, jep rezultate psikologjike, jep rezultate ushtarake, jep të gjitha. Sepse në rast se ti ta zëm dje, ti përdorje, duke qenë se përdorje 1000 dronë ditë dhe ti një herë në javë shëroje me 700 dronë, ndërsa tash çdo ditë do sulmosh me 700 ose me 500 dronë, atëherë ti nuk i jep mundësi kundërshtarit që të rikuperoj. Nuk i lë kapacitete, sepse godet çdo lloj pike, çdo lloj vend. Nga këta ekspertë thonë drejtan 3 muaj mund të rezistojë Ukraina nëse vazhdon ky lloj intensiteti. Problemi i rezistimit është diçka tjetër. Do të kemi që parasysh që lufta në Ukrainë ka sjell një ndryshim të taktikave luftarake edhe gjithashtu. Unë kam thënë një herë dhe pas vazhdoj ta them dhe ta theksoj që dy ushtritë vetme, të cilat kanë kapacitete
të bëjnë luftë moderne. Dhe janë të afta që të bëjnë luftë moderne dhe bëjnë luftë moderne janë vetëm ushtria e Ukrainës edhe ushtria ruse. Asnjë ushtri tjetër e botës. Edhe Ukraina si drejta. Po normal se ata po luftojnë me Rusin. Po luftojnë pa. Asnjë ushtri tjetër e botës nuk ka as njohurinë, as kapacitetet dhe as aftësinë për të bërë këtë lloj lufte. Janë zero. Në krahasim me këto të dyja janë zero. Nëse ka dy ushtri sot në botë, këto janë dy ushtrit më të forta sot në botë janë këto. Pra mos mendni sepse zakonisht njerëzit marrin ushtria më e fortë në kapacitetet që ti ke, në kapacitet logjistike që ti ke. Jo. Po flasim në ushtrim më të fortë në aspektin doktrinal, pra në aspektin luftarak. Dhe në aspektin luftarak, dy forcat më të vetme sot në kapacitete luftarake dhe doktrina luftarake janë rusët dhe ukrainasët. Dhe pavarësisht asaj se ata që thonë që 3 muaj, 4 muaj, pra ku japin bazë të shifrave dhe kapaciteteve që ti ke për të përballuar pra të magazinimit që ke. Por ama kjo luftë ka treguar që si Ukraina si Rusia, doktrinat e tyre luftarake ndrojnë çdo 2 javë, çdo muaj. Pra në momentin që Rusia ka nisur një goditje të tillë të madhe, atëherë Ukraina do të nisë një organizim të ri. Pra do të shpërndajë forcat më shumë. Kjo shpërndarje e forcave i shërbesh të Bashkimit Amerikës, po do të gjejë një mënyrë për t'i dhënë më shumë jetë, për t'i dhënë më shumë frymarrje forcave të saj. Dhe kjo ndryshon për ditë në Ukrainë me luftën e Rusisë. Në të dyja palët, kështu që është mbetet e papërcaktuar, pra në rast se do të mbetet me këtë kapro, në rast se kapacitetet e saj luftarake do të jenë të njëjta, me këtë logjikë që ka, pa ndryshime doktrinale dhe strukturore, pa zhvendosje të trupave, pa shpërndarje të trupave, atëherë po mund të themi që mund të qëndrojë ajo. Por kemi parë në ato 4 vite që gjithnjë Ukraina ka evoluar edhe Rusia, pra në raport me njëra tjetrën, në rast se njëra ka bërë një doktrinë luftarake ndaj njërës, i ka zgjatur më shumë se një muaj, nuk i ka zgjatur, pasi tjetra menjëherë ka gjetur kundërpërgjigjen dhe i ka dhënë diçka tjetër. Dhe në këtë kështu ka vazhduar edhe teknologjia luftarake të dyja palët ka ecur. Për këtë arsye them që nuk mund të përcaktosh data sa mund të rezistoj. Pasi do të ketë patjetër një reagim nga ana e Ukrainës. Reagimi i cili ta sjell terreni, ta sjell lufta, pra i detyruar ta bësh lëvizje. Jo, shpjegimi është i qartë. Po bën përshtypje dritan është në gjithë këtë vijën e frontit këtu, domethënë ti shef aktivitet të fuqishëm luftarak. Në të gjithë vijën e frontit, kjo vija e frontit është bërë, ka qenë 1200 kilometra kjo vija. Kjo vija që shihni është nga këtu. Po. Kjo vija ka qenë 1200 kilometra. Për shkak se kanë ecur, kanë lëvizur, është bërë 1000 kilometra, pra 200 kilometra janë shkuar, sepse normalisht ka pasur xhepa se enda ato xhepat janë mbyllur dhe ja bërë 1000. Dhe në të gjithë të vijën e frontit tashmë, po ka veprimtari luftarake. Ka rifilluar veprimtaria luftarake në këtë vijën e frontit. Më përpara deri para një muaji nuk kishte këtu në zonën e Zaporizhës, kishte këtu në zonën e Donbasit, kishte pak këtu sipër dhe pjesërisht këtej. Tashmë ka filluar totalisht. Nuk kemi të bëjmë një ofensiv, pasi të dyja forcat e kanë kuptuar më dhe kanë nxjerrë mësime që ofensiva nuk ka më. Sepse ti nuk mund të bësh sot ofensiva të kërkojnë grumbullim të madh të forcave. Çdo lloj grumbullimi sot i forcave është i pamundshëm që të jetë i padedektueshëm. Dhe automatikisht në momentin që ti e dedekton, pra e shef, e zbulon, atëherë ti je objekt i goditjes, pra secila palë do ta gjejë mënyrën për të goditur. Dhe për këtë arsye kanë rënë poshtë në këtë luftë moderne mundësia e ofensivave të mëdha në konceptin siç e ka NATO dhe që shohim shpesh dhe analistë të NATO që thonë që do ketë një ofensivë, ashtu do ketë, nuk ka ofensiva më. Për ofensivën e verës. Mbaroj, pra nuk do të ketë as ofensiva vera, as ofensiva dimër. Thjesht ka ndryshuar, tani jemi në një veprimtari luftarake konstante. Por jo në një ofensivë me grumbullim të trupash me intensitet shumë më të lartë, si me anën e artillerisë, si me anën e dronëve, si me anën e aviacionit, si me anën e zbulimit të gjitha. Këto raketat Zirkon dritan këto Oreshniku su përdor këtë herë të paktën se jo, nuk u përdor, por nuk do të thotë që nuk do të përdoret më mbrapa. Në momentin që do të përdoret Oreshniku do të merret vesh sepse zona nga çon Oreshniku, atëherë do të bëhet zonë ndalimi fluturimi dhe ajo merret vesh 1 ose 2 ditë përpara që do të përdoret. Dritan, ndërkohë që është rritur intensiteti dhe ndërkohë që flasim për bomba bërthamore, vjen edhe një lajm i çuditshëm fakt sepse ajo që të gjithë po prisnin ishte që Shtetet Bashkuara të Amerikës të largoheshin nga Europa. Ndërkohë vjen një lajm nga Financial Times i cili në një farë mënyrë flet për burime që raportojnë se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që t'ia plotësojnë, sepse duhet kujtojmë që para disa kohësh Polonia kërkoi testata bërthamore nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, duket sikur kjo kërkesë i është plotësuar dhe këtu jemi në biseda dhe këtë e thot Financial Times. Në Europë, veçanërisht dhe specifikisht bëhet fjalë për Poloninë,
Po dhe për vende baltike, thot artikulli. Si e vlerëson këtë lajm? E para duhet të shohim atë që ajo që vethat që gjithë presin që Shtetet Bashkuara të Amerikës largohen nga Evropa. E para, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk largohen dot nga Evropa. Pra nuk e ka kompetencën presidenti i Shtetit Bashkuara të Amerikës të largojë forcat amerikane nga Evropa. Forcat amerikane në Evropë janë aty me miratim të Kongresit Amerikan, me një vendim të vitit 1956, dhe një vendim i vitit 1956 përcakton qartësisht që niveli minimal i trupave amerikane në të vendosura në Evropë do të jetë 74.000 forca. Pra 74.000 janë të pandryshueshme. Po, gjatë luftës së ftohtë kanë qenë deri në 360.000 forca. Kur ishi gjatë luftës së ftohtë, pra gjatë perdes të hekur që ishte. Çfarë vjen mbi 74.000 forca është kompetencë e komandantit forcave të armatosura, pra presidenti i Republikës që t'i lëvizi këto forca, t'i shtoi, t'i uli, t'i bëri. 74 është niveli minimal që ka përcaktuar Kongresi. Pra kjo është e pandryshueshme. 74.000 forca do të mbesin, mund të zhvendosen nga Gjermania, të shkojnë në Poloni, të shkojnë në Rumani, po do të mbeten në Evropë. Vetmi organ kompetent për të hequr këto 74.000 forca është vetëm Kongresi Amerikan. Por dhe këtë duhet ta bëjmë me kërkesë të presidentit të Republikës. Pra, asnjë president amerikan nuk do të guxonte sot që të bënte një kërkesë të tillë para Kongresit Amerikan për arsye se do të ishte vetvrasje politike, sepse do të refuzojë. Po veç do të refuzojë, por ishte vetvrasje politike totalisht. Pra, pavarësisht se shtuhet, Shtetet Bashkuara të Amerikës 74 do t'i mbajnë aty ato forca. Nuk ka asnjë ndryshim në kuptimin e qëndrimit në raport me Europën. Mund të lëvizën, pra si thash, sepse do t'i lëvizin nga Gjermania, i ka këtu në Gjermani. Ja, këto janë. Dhe do t'i çojë këtu në Romani ku po ndërton bazën më të madhe, një bazë të madhe. Mund të çojë pjesë të testata bërthamore në Rumani. Jo, forcat. Mund të heqë dhe çojë në Rumani. Se këto janë të testatave bërthamore drejtat. Dakor, kjo heqin nga këtu dhe t'i çojë në Rumani, por kjo nuk ka në vlerë. Aktualisht, ku ka armë bërthamore ka në Gjermani, ka në Itali, ka në Angli, sepse se keni vënë ka edhe në Angli, ka edhe në Turqi. Turqia nuk është pjesë e Evropës, është pjesë e NATO-s. Po flasim në aspektin e Evropës. Pra, edhe Britania nuk është pjesë e Evropës, është pjesë e NATO-s, por ka. Tashmë kjo këtu. Dhe përse të shkohet në Poloni? Pra, falni, përse kërkohet Polonia? Vendosja e këtyre armëve bërthamore në Poloni nga aspekti taktik dhe operacional nuk ka asnjë lloj vlere në përplasje me Rusin. Pse nuk ka vlerë? Arma bërthamore ka vlerë kur ti e ke larg kapaciteteve të goditjes të armikut. Pra armat bërthamore amerikane kanë vlerë kur janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse janë shumë larg. E qartë. Dhe ti e ke të kontrollueshme dhe ai tjetri nuk e di ku ti e ke. Kanë vlerë kur janë në nëndecet amerikane, pa kur ti nuk e di ku është nëndecja. E qartë. Se ka disa nëndece bërthamore. Kur ti ngren avionët me rrezet gjatëve që janë B-52-shët që lëshojnë, B-2-shët që lëshojnë, pra ti mund ta ngresh atë me armë bërthamore dhe ngresh ande dhe ke garantinë se ky nuk ta rrezon avionin. Kurse çdo lloj armë bërthamore që pretendohet të vendoset, armët bërthamore që janë në Gjermani, armët bërthamore që janë në Itali, janë armë që lëshojnë me anë të avionëve. Pra duhet që një avion bërthamor, një avion që mban armë bërthamore siç është B-2-shi, B-52-shi të vendoset këtu dhe të fluturojë ose nga Aviano i Italisë ose nga baza Ramstein në Gjermani që është bazë që mund të përdoret. Por në rast se ti ta vendosësh këtë avion me këto armë bërthamore në Rumani, në Poloni, në vendet balltike, atëherë ti ke vendosur në kufi me Rusin dhe çdo lloj veprimtarie që e këtij avioni, çdo veprimtarie e është direkt këtu, pra ky mund ta godasit, s'ka nevojë ta godet me artilleri, ta godet me gjithçka. Pra në moment që është për shkallëzim dhe ti nuk ka asnjë vlerë operacionale. Kam një hartë tjetër aty regjia që lidhet me këtë. Që ti e vendos edhe në Poloni. Por kjo nuk ka të bëjë me çështjen e Rusisë, sepse ti nuk i përdor dot të armë ndaj Rusisë. Sepse ti duhet ngresh avionin që ta përdorësh, po në moment që do ngresh të avion për ta përdorur, në moment që janë acaruar gjërat, atëherë automatikisht ky avion është objekt i goditjes të artillerisë kundërajrore, të raketave antiaerore. Po gjithsesi shumë afër Rusisë janë drejtanë, në Bielorusi. Prandaj nuk është objektiv. Pra nga ana taktike dhe operacionale nuk ka të bëjë nuk hyn fare. Po nga ana politike, ana politike nuk ka të bëjë as me Rusinë. Nga ana politike vendosja këtyre armëve këtu ka të bëjë me çështje me luftë të brendshme që po ndërvendoset midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Francës për menaxhimin e Evropës. Pra kush kontrollon Evropës? Franca bëri një stërvitje të përbashkët me Polonin. Po, e bëm herës tjetër. Me Polonin për stërvitje bërthamore, pavarësisht se Polonia nuk është vend bërthamor. Dhe Franca ka vendosur dhe është e gatshme që të vendosë avion me raketa bërthamore. Ombrella bërthamore, po. Dhe gjithë ka vendosur, pra ka ofruar ta vendosin në Poloni, ka vendosur të vendosin në Gjermani dhe ka ofruar të vendosë edhe në vendet baltike. Pra Franca. Këta avion. Atëherë në momentin që Franca i vendos këtë avion, pra përveç Gjermanisë, ku ka edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëherë i vendos në vendet baltike dhe në Poloni. Atëherë Franca merr një rol tjetër politik si ombrella e vetme e Evropës
si mbrojtja e vetme bërthamore që ka. Dhe në këtë moment, e sposton Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për këtë arsye Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë janë garancia e vetme dhe thonë që ne vendosim në Poloni, vendosim edhe në vendet balltike. Por ama pavarësisht vendosjes së tyre, mbrojtjen kundër aeror, mbrojtjen bërthamore. Franca nuk mund t'japë mbrojtje bërthamore. Ajo që vendos Franca është sulm bërthamor. Po jo mbrojtje sepse mbrojtjen bërthamore kanë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në të njëjtën moment, pra kur unë të jap mbrojtjen, unë të jap edhe armët e sulmit, pra unë të garantoj, kurse Franca nuk i garanton dot armët e veta, kurse unë të mia i garantoj. Pse si garanton dot? Sepse unë i garantoj nesër armët, sepse në rast se vendos tu, unë kam një marrëveshje dhe unë merrem vesh me Rusin. Kurse Franca nuk ka marrëveshje me Rusin. Pra, ajo çfarë po bën? Po përdoret, po bëhet një luftë e brendshme kush të kontrollojë Evropën. Franca apo Shtetet Bashkuara të Amerikës? Sepse Franca ka parë tashmë që hegemonia se pak më parë folën për hegemoninë amerikane. Hegemonia amerikane në rast se bie në një rajon ka rënë gjithandej. Pra është si punë e asaj armë pushimit që thot ministri i jashtëm iranian. Në momentin që ti ky armë pushim bie në një pikë, ka rënë në tërsinë e tij, edhe hegemonia amerikane në rast se bie në lindjen e mesme ka rënë në tërsinë e vet. Dhe amerikanët e kanë kapur, më falni, francezët e kanë kapur këtë moment. Dhe për rënien e kësaj tashmë po mundohen duke qenë që hegemonia amerikane është në proces të rënies. Po ha probleme, atëherë këta po mundohen që ta zëvendësojnë në Evropë. Po jo në gjithë botën, po vetëm në Evropë. Dhe për këtë arsye Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë hyn fuqinë thonë i bie unë dhe s'ka nevojë Franca dhe e lën Francën aty ku ishte. Pra lufta është politike me anë të këtyre armëve taktike, pra me anë të veprimeve taktike për nevoja strategjike politike. Dritan, po se unë ndërkohë dakord jam edhe me këtë narrativ, por kemi folur së fundmi për një stërvitje bërthamore për rreth 470.000 ushtarë që u mblodhen në vendet balltike që për cilën e kemi folur. Në afërsitë vendeve balltike, që të jemi korrekt. Kemi folur për vendosje në Bielorusi të kokave bërthamore ruse. Po është një vendim i vitit 2023. Dhe afrimi, dhe unë e mendova këtë. Do të kemi një parasysh. Po. Se nuk e shpjegova dhe kërkoj falje. Vendosja e këtyre armëve bërthamore, pra. Këto armët bërthamore që shihni që janë në Gjermani, që janë në Itali, që janë në Turqi, ato që kërkon të vendosë, që janë në Britani, ato që kërkon të vendosë Franca nesër në Gjermani, në Poloni, në vendet balltike. Ka një gjë. Kjo që nga për Shtetet e Bashkuara, vetëm bombat bërthamore të Shtetet e Bashkuara që nga harta Dritan. Po janë edhe në Britani. Ka edhe në Britani? Po, ka edhe në Britani. Dhe të gjitha këto bomba, franceze apo amerikane, i përkasin këtyre vendeve. Pra pavarësisht se vendosen aty, këto përdoren vetëm nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk ka kompetencë presidenti i Polonisë, nuk ka Erdogani për shkakun. Jo, nuk ka kompetencë fare jo vetëm ti përdor, as që ti nxjerrë nga tuneli ku ndodhen. Vetëm presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës e ka këtë drejtë. Pra, çfarë do lloj përplasje që nesër mund të ndodhë midis Polonisë dhe Rusisë, çfarë do lloj përplasje mund të ndodhë nesër midis vendeve balltike dhe Rusisë, përplasje konvencionale në një moment caktuar e sulmoj. Përdorimi i këtyre bombave bërthamore varet nga Shtetet Bashkuara. Varet vetëm nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra nuk ka lidhje Polonia. Nuk ka lidhje asnjëri vend ku vendosen. Prandaj them që lufta është politike për kontrollin e Evropës dhe jo për Rusin, sepse nuk përdoren dot fare. Pra, është ai që e vendos, do të përdoren apo jo, pavarësisht kërkesës që mund të vi. Ato i përdoren vetëm Amerika dhe është vetëm personel amerikan, menaxhohen nga personel amerikan, punojnë nga personel amerikan dhe butonin e shtyp presidenti i Amerikës. Pra vendet ku vendosen nuk kanë asnjë kompetencë mbi këto armë dhe përdorimin e tyre. Fare, janë zero. Është shtëruar, është thjesht si puna e asaj targës. Pra, është si puna e kësaj